ChatGPT çka të bëhe mund. Jo, po nuk ka kur gjë të keqe me Nuk ka gjë të keqe për profesionin e vet, mundësitë, opsionet. Ajo ndoshta kish mund të qenë një temë në vetë përdorimi i mass medias, përgjithësi veçanërisht i mass mediave, se e shihni ju për shembull ndonjëherë se sa kokfurtë është ChatGPT, do dhona që ti ja thu që çështo janë, insiston në të saj, se ajo është robot, nuk është që mendon në mënyrë logjike. Domthonë në përgjithësi, inteligjenca artificiale është produkt i inteligjencës njerëzore në fund të ditës. Tash shumicën e herave ditë, po mendoj që ka me bos zgjidhjen përfundimtar, ndoshta. Kush na e zgjedh profesionin neve sot? Vendimi final është i individit. Individit. Edhe tani, me që përmendën maturantët, do doja që veçanërisht ti thoja që të relaksohen se nuk është ai vendimarrja e juaj për karrierën, nuk është fundi, po është veç fillimi i një sër vendimesh të mëdha që keni me marrë. Dhe nuk është orientimi i karrierë, vendimi që e merrni tash, sepse gjithmonë kemi mundësi edhe ne të tjerë sa do vite që kemi bë mu riorientu në karrierë. Prandaj kjo e relakson atë presionin që e ndjejnë për rrethanorëve të jashtëm zakonisht, po edhe rrethanorët e brendshëm, se tash nëse nismi me psikologjinë e një maturanti, momentin kur e merr diplomën, e ndjej se i pa identitet, se nuk i përket kur gjoje. Domethënë shumica ja do të me gjetë një vend punës, ja më regjistru në fakultet, sepse është ai presioni social se kush je ti tash, duhet më identifiku që jam në studime, jam në punu ose diçka tjetër. Domethënë, ideja është kjo është veç fillimi i ardhës tyre në botën e të rriturve. I dilemave që kanë me pas vazhdimisht sikur këtu, po t'i marrin me relaks, sepse pavarësisht çfarë vendimi marrin, kjo nuk është, me thonë, një test që do të thonë përgjigje saktë. Cilën do vendim që e marrin për karrierën e tyre. Po derisa janë në moshën 18-19 vjeçare, kanë mundësi që të riorientohen, domethënë. Po pas një kohë pastaj nuk e di, je hon. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi me qenë sonte këtu. Faleminderit shumë, edhe ty. Tani, ty po të pyes kështu, kush ka ndiku te ti dhe si po të duket sot, kush po e përzgjedh profesionin? Unë nuk ka ndiku askush. Unë thon fatkeqësisht, se besoj që prindrit, familja ime ish dashur me pa pak në çka unë kam më shumë afinitete. Dhe unë kam studiu komunikimin masiv këtu në kolegjin AAB, nuk është se kam bën ndonjë gabim. Po sepse pastaj je punësu. Jam punësu një herë në kolegjin AAB, mirë po mendoj vazhdimisht që unë kam pas shumë më shumë prirje në psikologji. E ke si lloj kamet pikë kështu? Familja ish dashur me më thonë, jo unë atje për psikologji. Edhe ju bëj thirrje të gjithë prindërve nëse nuk e shohin në çka. Ku me ditë familja, ndoshta më shumë i ka taku arsimtarit psikologjisë ose dikujt në shkollë? Nuk e di, nuk e kom mendu atë pjesë, unë kom mendu që familja ish dashur me pa çka unë saktësisht potencoj në vetën time, çka mua më shumë më pëlqen me bo, po nuk e vëm faj, sa ajo në atë periudhë dhe unë e kom qenë e vendosur në komunikim masiv dhe vetëm në kolegjin AAB, pa përjashtim, domethënë pa e lënë dikë tjetër me më ndiku në përzgjedhjen që e kom bo. Po nuk jam gabim, nuk kom bo gabim. A mund të përmbush sa gjërat e kjo vërtetësie që tha? Është e çuditshme që ne mendojmë që të rinjt duhet të kenë hapësirë të zgjedhin. Adoleshentët kanë nevojë që dikush t'i thotë stop. Adoleshentët kanë nevojë që dikush t'i thotë kjo është më mirë. Jo vetëm adoleshentët, prej fëmijët të vegjël kur janë, shifë mënyrën si fëmijët i blejnë lotrat për shembull. Është fëmia me babin për dore ose me mamin për dore, kur pyet fëmia, a ta blej këtë, ai e do atë lodër. Po me ty e blen sigurinë për lodrën. Në qoftë se ti e shef të ti atë pjesën që jo nuk është mirë, nuk është e duhura për ty, nuk do të marrë atë lodër, por nuk luan më shumë se 2-3 orë me atë lodër. Kur ti po, mendoj që kjo është më e duhura për ty, ti je sigurt që atë lodër do të